Borxhi total i konsumatorëve, si në sektorin e avistrisë, po ashtu dhe bizneseve të vogla të mëdha, ndaj shërbimeve të ujësjellësit, ujësjellës ky që menaxhon me 8 komuna në 40% të territorit të Republikës së Kosovës, është mbi 45 milion euro. 40 milion euro vazhdon të jetë borxhi i sektorit të avistrisë, pra sektorit shtëpiak, dhe mbi 5 milion euro sektorit të bizneseve të vogla dhe të mëdha. Ne u kemi jap afat qytetarëve që të përmbyllin obligimet e tyre financiare për shërbimet e ujit, sepse ky ujë që e marrin në krojet e tyre nuk është ujë i natyrës, nuk është ujë nga batllava që merret direkt, por merret nga batllava, shkon në impjantin e trajtimit të ujit, trajtohet, kalon nëpër të gjitha proceset teknologjike për trajtim, që është një kosto shumë e lartë për kompaninë, derisa të vjen te kroji i konsumatorit. Nga dita e sotme kanë 16 ditë afat që të përmbyllin, por ka edhe lehtësira për konsumatorët që nuk kanë kushte ekonomike, sepse e kuptojmë situatën në vendin tonë. Ata mund të paguajnë 10% të borxhit total dhe pjesën e mbetur ta riprogramojnë prej 12 deri në 36 muaj pa ndonjë kosto shtesë apo kamat shtesë. Po, shkyqja nga shërbimet e furnizimit me ujë, sepse 2 faturat të papaguara e lartë janë borxh. Ne mund ta shkyqim secilin konsumator nëse paraprakisht i kemi dërguar 3 deri në 5 vërejtje. Kështu që shkyqja nga shërbimet e furnizimit me ujë si dhe dërgimi i lëndës te përmbaruesit privat.